Në Lezhë ka nisur zbatimi një modeli të ri për menaxhimin e mbetjeve urbane, i cili parashikon hedhjen e mbeturinave sipas orare të përcaktuara dhe nxjerrjen e tyre në ditë të caktuara, duke eliminuar gradualisht përdorimin e koshave tradicionale në lagje. Qytetarët tashmë duhet të depozitojnë mbetjet në qese sipas një grafiku të përcaktuar nga autoritetet vendore. Shërbimi i ri që menaxhohet drejt për drejt nga Bashkia e Lezhës mbështetet edhe nga një flotë prej 12 mjetesh të reja të vendosura në funksion të pastrimit. Sipas bashkisë, ndryshimet synojnë rritjen e standardeve të higjienës urbane dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit në të gjithë territorin. Kjo çështje u diskutua edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Lezhës, ku këshilltarët e opozitës kërkuan rishikimin e nivelit të gjobave të parashikuara, konkretisht uljen e masë administrative prej 10.000 lekësh për qytetarët dhe 20.000 lekësh për bizneset. Nuk jam kundra projektit. Një qytet i pastër, të gjithëve ju nevojitet. Absolutisht jemi për një qytet të pastër, por ndoshta a ka qenë momenti ky i duhuri për të sensibilizuar. Ky muaj është një muaj sfide, muaj qershor dhe muaj patjetër korrekt janë muaj sfide. Nuk është për të folur për penalitete. Thjesht të edukohen ta qytetar, të mirë kuptojmë ta qytetar, me qëllim që edhe akoma ka nevojë edhe për ndonjë informim për të qenë edhe më afër dhe jo gjoba. Gjoba është e fundit. Duke folur për këtë ndryshim në shërbimin e pastrimit, kryebashkisë së Lezhës Pir Indreu theksoi se masat administrative nuk kanë karakter ndëshkues, por synojnë të disiplinojnë një numër të kufizuar individesh që nuk respektojnë rregullat e reja. Kemi 3 muaj që bëjmë fushat sensibilizuese. Derë me institucione, me njësi administrative, kur ndonjëherë një sipërmarrje e këtij lloji nuk është bërë e strukturuar si kësaj radhe ku ne kemi shku derë në derë. Kemi kërkuar ndihmën e administratës, kemi kërkuar ndihmën e strukturave komunitare, të kryeplegjve, të kryetarëve të fshatrave, të gjithë njerëzve. Kemi diskutuar hapur e mbyllur, kemi bërë promocione në media, kemi kërkuar ndihmën e shkollave. Çfarë nuk kemi bërë? Tashti se luajnë mesh 2 veta atje e duhet ju ulim ato gjobën, po të them unë s'kemi hapësirë mosë do ta shtojmë. E kjo nuk është argument. Nëse ju e keni qef për të bërë qefin ja 10 vetëve, është mohabeti jot, po bashkia nuk mundet me vu një standard në peshore me shkencët e ligjit. Se vedot standardi. Standardi është tjetër gjë. Sipas bashkisë, reformën e menaxhimit në mbetjeve është shoqëruar dhe me ndryshime të rëndësishme në organizimin e shërbimit.